vetë shteti izraelit që nga themelimi i 14 majt 1948 gjendet në pozitën në opinionin ndërkombëtar, po them edhe nga shtetet të shumica e anëtarëve të OKB-s, por edhe nga opinioni publik, mos të them edhe nga njerëz të artit, kulturës, sportit, jo vetëm të anës politike dhe qeveritare, dëshirohet të bëhet një bojkot. Dhe besoj që fjalimi i tij dhe salla, mund të them, ndoshta 80% e zbrast tregon shumë dhe flet shumë për imazhin e shtetit të Izraelit, por edhe të vetë i kryeministri, i cili më duket që vetë çështjen e shtetit të tij dhe mund të them atë që njihet si kulturë hebreje e ka vë pak në pozitë jo të mirë. Mos përdori epitete të rënda, jemi kujdesshëm në atë aspektin që të gjithë mendojmë që ajo çfarë duke ndodhur në Gaza i përgjon Holokaustit, dhe mendoj që kanë pas të drejtë se nuk kanë pas çka të dëgjojnë nga një kryeministër i një vendi që në kontinuitet shkel të drejtat njerëzore dhe ka kaluar në shfarosjen e një populli. Dhe kjo e tëra besoj që është një goditje diplomatike, por edhe morale dhe edhe më tepër se kaq për vetë kauzën e shtetit të Izraelit.